Ekspozitat dhe kolonitë e shpeshta të piktorëve nga të gjitha trojet shqiptare po pasurojnë fondin e Galerisë së Arteve të Shkodrës, që ruan mbi 800 vepra arti që përfaqësojnë të gjitha etapat e artit pamor shqiptar. Ky koleksion përmban vepra të disa prej emrave më të njohur të pikturës dhe skulpturës kombëtare. Janë mbi 800 vepra që ruhen në fondin ton, por vetëm për këtë vit jemi diku te 8-9 vepra që i kemi fut në fondin e galerisë, dhe kjo nuk është pak. Kolonia e artistëve bashkëkohor të Huj, që ekspozohet në Galerinë e Arteve, një pjesë e veprave qëndruan në këtë galeri. Artistë nga Polonia, nga Çekia, nga Serbia, Kosova, domethënë një vlerë e shtuar kjo. Ndërkohë që vjen në rritje fondi veprave të artit nga autor vendas dhe të huaj, sfidë për Galerinë e Shkodrës mbeten ambientet e kufizuara për ruajtjen dhe ekspozimin e këtyre veprave. Do ishte shumë mirë që ne të dilshim në kushte që mund të ketë për shembull Marubi sot, që është një muzej, i fotomuzeu Marubi, pra që është muzej i standardeve bashkëkohore, sepse edhe misioni i institucioneve pastaj merr kuptimin e plot. Që sa është institucion për konservim dhe promovim, pra duhet të konservoj pikëpari, pastaj të promovoj. Galeria e Arteve e Shkodrës synon që gjatë sezonit turistik të këtij viti të sjellë më pranë publikut këtë pasuri artistike, duke organizuar ekspozita edhe në ambiente të hapura.